Ishte në vendin e punës kur i erdhi vendimi. 3 ditë më parë, Vedat Musës ju kumtua lajmi se i është shkëputur kontrata e punës si asistent administrativ në Drejtorinë për Kulturë, Rini dhe Sport në komunën e Zveçanit. Në vendimin e marrë theksohet se Musa ishte në punë provuese dhe kontrata e nisur më 10 korrik të vitit 2025, mbaron më 10 janar 2026. Në të thuhet se me planin e personelit për vitin 2026 janë planifikuar punësime të kuadrit profesional dhe nivelit të lartë udhëheqës në të gjithë pozitat në përdrejtori. Andaj, siç theksohet aty, në pajtim me këtë, buxheti i komunës së Zveçanit nuk ka mjete të mjaftueshme edhe për asistent administrativ. Mirë po me këtë vendim nuk po pajtohet Musa. Ai thot se kryetari i komunës Dragisha Milović nuk i ka dhënë asnjë përgjigje. Dje dikon pak para përfundimit punës, dikon ka ora gjys 4. Më kanë ftu, një kolegi jam e tha vendimin të kanë dhënë, tha shkarkim dhe prerje e detyrës punës. Për këtë, ai thot se do të dorëzojë ankesë me që rast beson se do të ketë përgjigje pozitive. Ta luftën e ka nisë, po betejë na kena me fitu. Se që kena shtetin tonë, i kena venat ku mu anku, edhe besoj dhe shpresoj shumë që s'kena më zhgënjë se jena vesh të i lip drejtën tonë, ku që ma shumë. Në përkraje Musës, i doli edhe asamblisti nga radhët e PDK-s në këtë komunë Ilir Peci, njëherësh edhe ish kryetari i saj. Ai vlerëson se vendimi i marrë ndaj Musës është i kundërligjshëm, teksa thotë se për këtë çështje zhvilloi këtë të njëjtë edhe një takim me Milović. Biseduam dhe unë i tregova se është kundërshtim me faktin, me ligjin cilat i ka marrë këtu vendime, të është shumë se api tërhiqi këtu vendime ka drejt. Ligjerisht me tërhiq vendimet edhe me vazhdue aktemrimet. Se largime pune ka pasur edhe në komunën e Mitrovicës së Veriut e konfirmoi për TVN asamblistja nga radhët e vetëvendosjes Aida Doli. Në Mitrovicën e Veriut ende nuk ka ndonjë tendencë tek zyrtarët të cilët janë administrativ të punësuar, por që janë shkarkuar shefat e departamenteve të ndryshme pa asnjë vendim të mirëfillt apo pa asnjë arsye e cila i liron këta nga detyra. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje edhe nga kryetarët aktual në 2 komunat veriore të vendit, por të njëjtit kanë qenë të paqasshëm gjatë ditës.